Në disa vende të Kosovës, kur gërmon tokën nuk del vetëm dhe, del kujtesë dhe dhimbje, sepse kjo tokë e mban erën e tyre. Në luftën e vitit 1999, njerëzit u nxorën nga shtëpitë e tyre. U ndan burrat nga familjet, u lan tavolina të shtruara, dritare të hapura, e lodra në oborr. Dhe pastaj, shumë prej tyre nuk u pan më kurrë. Në Prekaz, në Mej, në Krush, në Reçak, në Izbic, ndodhen masakret më makabre ku nuk u shuan vetëm jetë. U ndërprej mbiemra të tërë, fëmijë ku mbetën duke pritur në prag, e nëna që mbetën duke pritur në një derë që nuk u hap më. Ata nuk janë numra, janë njerëz që kishin plane për të nesërmen, që dolën nga shtëpia duke menduar se do të ktheheshin për darkë dhe nuk u kthyen. Sot ne ecim nëpër këto rrugë si shtetar të një shteti të lirë, por kjo liri nuk erdhi si dhuratë. Ajo kaloi përmes dhimbjes së tyre. Çdo flamor që valon këtu, valon mbi mungesën e tyre. Unë nuk i kam parë ato ditë, por i ndjej në heshtjen e këtyre vendeve, në historitë që përsëritën në çdo familje, e në tokën që ende e mban erën e tyre. 17 shkurti ka fytyrën e atyre që na mungojnë, dhe ne sot jetojmë për ta, gëzuar ditëlindjen Kosovë.